Në motën kur i shuani artistët e shuani dritën, Sindikata e Kulturës organizoi protestë para gjykatës kushtetuese. Punonjësit e kulturës janë kundër procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së marrëveshjes kolektive. Kryetaria e SKRM-së Vera Atanasovska tha se marrëveshja kolektive për kulturën nuk është privilegj, nuk është numër në buxhet, por marrëveshje që mbron të drejtat themelore të punës së njerëzve që krijojnë kulturë. Ako kolektivniот договор за култура падне во овој суд, тоа нема да биде изолиран случај. Тоа ќе биде почеток на падот на сите колективни договори. Тука денес се трасира патот секој колективен договор што обезбедува поголеми права од законските или уредува права што законот не ги разработил, утре може да биде доведен во прашање. Одлуката што ќе се донесе овде може да стане преседан. Сигнал дека секој договор е ранлив. Kryetari i LSM Slobodan Trëndafilov u shpreh se nëse bie marrëveshja kolektive e kulturës, të gjitha pagat e tyre prej më të lartës deri te më e ulta do të shkojnë në pagën minimale. Ова не е борба само за вашиот колективен договор. Додека тие подпишуваат колективни договори, укинуваат еден колективен договор, или не дај Боже да им текне да го поништат, па да треба покрај тоа што ќе бидете на минималец и да враќате пари назад во буџетот, што веројатно е намера на поединци. Gjykata kushtetuese reagoi lidhur me protestën duke sqaruar se aktualisht është hapur procedurë për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së marrëveshjes kolektive për kulturë dhe njënenit të ligjit për kulturë. Nga gjykata theksojnë se bëhet fjalë për fazën e dytë të procedurës dhe ende nuk ka vendim përfundimtar për aktet e kontestuara. Gjykata vepron ekskluzivisht brenda kornizës së kompetencave të saj të përcaktuara me kushtetutë dhe vendos për çështje kushtetuese juridike, domethënë vlerëson përputhshmërinë e rregulloreve me kushtetutën. Në këtë kuptim, objekt shqyrtimi nuk është puna, rëndësia ose kontributi i artistëve dhe punonjësve të kulturës, as statusi ose të ardhurat e tyre. Është e rëndësishme të bëhet një dallim i qartë. Kontrolli kushtetues gjyqësor i referohet aktit, jo punonjësve të kulturës. Përndryshe, gjykata nisi një procedurë për vlerësimin e marrëveshjes kolektive për kulturën me një iniciativë të paraqitur nga avokati Tomislav Stefkov dhe me iniciativën e saj nisi një procedurë për nenin 78 të ligjit për kulturën.